Fast foodi, bën dëm apo jo? Mirëmjes njerë dhe shpresoj një ditë bukur për gjithë ju. Por dua të diskutoj sot për fast foodin sepse nuk prek vetëm ne personalisht që e kemi hedhur, si mund të quhet, jetën e kemi kaluar, por problemi është për fëmijët tanë. Ndiqeni me kujdes të material. Kush është rastësisht i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju faleminderit që jemi për herë bashkë. Morgan Spurlock, që ishte një regjisor dhe njëkohësisht një studiues i fast foodit, në vitin 2000 bëri një eksperiment që çuditi mbar botën. Ai hëngri për një muaj McDonald's. E mbani mend apo jo? Pasi hëngri për një muaj McDonald's, ai u detyroi që të shkonte tek të merrte urgjencën sepse kishte komplikime, kishte probleme. Dhe problemet i kaloi, por vazhdoi që ta bënte këtë eksperiment për një vit. Donte që ta bënte për një vit, por pas disa muajsh e la, sepse i thanë që, shiko, ti po ecë kështu përpara do vdesësh. Po, e dëgjuat mirë. Pra, çfarë ndodhi në të vërtetë? Spurlock donte t'u tregonte të gjithëve që fast foodi bën dëm. Mirë po, kompanitë e mëdha, për shembull si McDonald's, nuk të lë, siç mendon ti, dhe i krijuan disa probleme. Bëri disa gjyqe sepse i treguan në mënyrë shkencore që është një ushqim i mirë. Mirë po, me kalimin e kohës u kuptua që fast foodet janë problematik. Dhe ai, në fakt, bëri në vitin 2004, mos gaboj, një tjetër kërkim për pulat kësaj radhe. Dhe që i keni parasysh ato kofshat e pulave që i bëjnë me ato salsat në Amerikë e tjerë. Dhe bëri edhe këtë evenimentin tjetër dhe edhe kësaj radhe bëri për një muaj dhe edhe kësaj radhe pati probleme. Tani, ai vdiq vitin e kaluar në moshën 55 vjeçe dhe 55 vjeç dhe tha në një intervistë që ma punuan. Tani, se kush ja punoj, ai me sa lexova unë në disa shoka i kishte thënë që dikush i ka hedhur diçka brenda, sepse bezdiste shumë. Unë do t'i them vetëm diçka. Bëhet në gjithë botën, bëhet një biznes, deri në vitin 2020 kjo, bëhesh një biznes 350 milion ton mish në vit. 350 milion ton mish në vit, që shpërndahet në mbar botën po flas, që hanë të gjithë. Por ka një problem, sepse është rritur në 15% dhe sot ne gjendemi parafërsisht rreth 500 milion ton mish që shpërndahet në mbar botën. Çdo thotë kjo, mishi mjafton një substancë si një bakter, për shembull, si ndodhi vitin e kaluar në Amerikë, që intoksikoi gjithë ata njerëz, nuk e di e dini apo jo, por dua t'ju flas edhe për këtë. Shiko, në fast foodit e McDonald's para disa muajsh u shfaq një bakter që është i dëmshëm dhe që mund të ndodh edhe në ushqime të tjera, nuk po them tani këtu që McDonald's është i pangrënshëm, por nuk duhet ngrënë për ditë, sepse ky është problemi kryesor. Atëherë, duhet të dini që në bakteret që shpërndahen ndonjëherë mund të jenë edhe në mish. Ndaj ju thash, ju citova problemet e mishit, por ka dhe një problem tjetër. E dini që kush janë ushqimet që nëse modifikohen kanë probleme më të mëdha? Tani do ju them. Atëherë, në vitin 2015 u bë një studim dhe problemet më të mëdha janë dy. Problemi i patateve, në qoftë se modifikohen patatet, dhe problemi i qepës, në qoftë se modifikohet qepa. Pra, patatet dhe qepa janë kancerogjene. Dhe ju e dini që kryesisht në këto ushqime, pra në fast food, përdoret shumë patatja dhe qepa. Dhe merreni me mend se çfarë ndodh në qoftë se modifikohet patatja dhe qepa, modifikohet gjenetikisht, po flasë, kur e mbjellin. Dhe nuk është vetëm ky, por ka dhe probleme të tjera. Por fast foodi në përgjithësi krijon probleme. Pra, krijon probleme jo vetëm nga këto studime që janë bërë, por janë bërë dhe studime të tjera, sepse në të vërtetë, për shembull McDonald's nuk ka fibra, i ka të reduktuara fibrat dhe ka më shumë yndyrna. Yndyrnat i keni parasysh ato vajrat, gjalp,
salsa, çfarë janë të gjitha këto i bllokojnë qelizat tona. Sepse qelizat na bëjnë dëm gjithë ushqimet, ç'është e vërteta, sepse është kështu. Nuk është se kemi vendosur ne. Por në disa raste bllokimi i qelizave bëhet edhe për arsye të tjera. Pra bëhet sikur të bëhen kombinime. Por ç'është e vërteta, yndyrnat janë pjesa kryesore që dëmton shëndetin ton. Tani, ju thash edhe njerë, nuk është se këtu bëhet fjalë vetëm për McDonald's, ka sa të doni ju, ka dhe gjëra të tjera. Por, më falni, sepse këtu jemi në punë, edhe unë si gjithmonë do të dëshiroja që t'u lija një video juve, dhe po shikoj që punojnë këtu afër, më falni. Edhe po të spostojmë diku tjetër duhet të ketë zhurma tjera, por unë era në një vend që nuk ka zhurmë. Gjoja. Atëre, po thoshja, tani ne kemi arritur një pikë, nëse keni vënë re, ne kemi arritur një pikë që themi çdo gjë bën dëm. Okej. Por dëgjoni me vëmendje, në vitin 2013 një biolog amerikan doli me teorinë duke thënë që unë do t'ju bëj që të jetoni deri në 800 vjetë. Pse e tha këtë? Sepse, sipas tij, ne duke ngrënë gjatë jetës sonë, mbledhim në qelizat tona skorje, dhe skorjet janë nuk mund t'i shpërbësh dot, nuk mund t'i heqësh dot, dhe ato bllokojnë qelizat. Bllokohet, si mund të themi, kalimi i energjisë në këto qeliza, sepse qelizat tona janë si një bateri. Nëse këto bateri nuk funksionojnë, vdesin qelizat, vdesim ne. Pra, në qoftë se këto bllokohen qelizat sa më shpejt, në një fjalë, nëse bllokohen shpejt qelizat, sa më shpejt bllokohen qelizat, aq më pak jetojmë ne. Pra, ky është problemi kryesor që thot ky biologu, që ne duke ngrënë tot, ne nuk mund të shpërbëjmë ato yndyrna dhe ato papastërti që shkojnë nëpër qelizat tona. Ndokush ajo do thot, por çfarë të ham? Shumë shpejt, ja, unë kam thënë këtë, por do ta përsëris edhe një herë. Njeriu nuk do haj më. Nuk do haj më. Mbajeni mend këtë shumë shpejt. Ndoshta nga viti 2050. Sepse me kalimin e kohës do kuptoj që pikërisht ushqimi që dëmton shëndetin ton, sepse më thuaj çfarë ha të them se kush je. Kështu thuhet apo jo? Dhe ti nëse nuk ha dhe pi vetëm lëngje, ose ha ato që i interesojnë trupit, ose i merr ato nëpërmjet, si ta them unë, nëpërmjet pastikave, ti nuk ke nevojë që të hash. Kështu që shumë shpejt kjo gjë do të ndryshojë. Megjithatë, a bën dëm fast foodi? Po. Në të gjitha fast foodet ku shkohet, padyshim fast foodi bën dëm. Pikërisht pra sepse ka yndyrna. Kështu që unë do dëshiroja një komentin tuaj, sa hani ju, me fjalë fast foode, nëse hani shpesh ose jo, dhe fëmijët tuaj, nëse han fast foode dhe sa fast foode han. Kështu që pres komentet tuaja, ju përshëndes se këtu shumë zhurmë, po do të dëshiroja thash që të bëja një video dhe bëra shpejt më falni për sot, por më vonë do futem në makinë. Okej? Ju a punoni apo jo? Më thoni të paktën, shkruani këtu, ku punoni, çfarë punë bëni, a kaloni mirë, të paktën edhe një përshëndetje me koment. Okej? Që të njihemi. Ju falenderit që jemi për bashkë. Ju dua fort. Hajde, ditën e mirë.